Ish-ministri i Mbrojtjes Fatmir Mediu në sallën e gjyqit për masakrën e Gërdecit sulmoi familjen Durda dhe kërkoi largimin e tyre nga salla. Mediu i tha familjes Durda se kanë 15 vite që i dëgjojnë në një kohë kur ata po kërkojnë drejtësi për djalin e mitur që ja vranë, por pas fjalëve të Mediut zonja Durda tha se ishin ata që prisnin që 15 vite për drejtësi, teksa u shpreh në lot që sot djali i tyre do të ishte 25 vjeç. Mediu deklaroi se nuk pranon që në emër të familjarëve të bëhet politik, kur në fakt familja Durda po kërkon drejtësi për djalin 7 vjeçar që u vranë në masakrën e Gërdecit. Mediu thotë se procesin e demontimit municioneve kanë bërë forcat e armatosura. Gjithçka që bëhet në këtë sallë ka vetëm një qëllim, për të bërë gjyq publik, me që tragjedia krijon gjithmonë opinion. Nëse e keni vendosur të gjykoni me opinionin, jo me procedurë kod penal, atëherë ky proces ka dështuar. Nuk pranoj që në emër të familjarëve të bëhet politik. Asgjë s'ka me familjarët madje jam i hapur ndaj tyre për çdo pyetje që kanë. Nëse drejtësia do donte të bënte drejtësi, ka disa dokumente mbi gjithë procesin e demontimit. Këto nuk kanë fakte. 2 ekipet amerikane që kanë asistuar 15 vite forcat e armatosura, komandantin e NATO-s në Tiranë. Nëse këta që na kanë mësuar si të bëjmë aktet e demontimit nuk thirren, ndërkohë që ata ekspertët shkencor që nuk kishin mundësi as të lexonin dhe dëshmuan, atëherë ky s'është proces gjyqësor, por për të krijuar vetëm një perceptim opinion publik, duke thënë po bëhet gjyqi Gërdeci, ndërkohë që unë akuzohem për shpërdorim detyre. Si ka mundësi që Altin Dumani për mënyrën e arrestimit të Ilir Metës tha se nuk ka përgjegjësi pasi ka nxjerrë vetëm urdhrin, zbatimin e ka bërë polici, ndërsa unë që kam përgjegjës për një vendim për demontimin që kam nxjerrë totalisht të rregullt, e kanë marrë për zbatim dhe e kanë zbatuar forcat e armatosura, deklaroi Mediu në sallën e gjyqit.